Erdhi vera miq, duhet të dobësohemi me njëherë sepse prova e kostumit na pret. Ti ende nuk i ke humbur 10 kg, po çfarë pret? Më ndiq për këshilla. Pas pak do t'ju jap një video ku do t'ju tregoj se çfarë duhet të hani për të rënë 10 kg nga pesha. Të tilla presione i dëgjojmë çdo ditë në rrjetet sociale, në reklama, gati dhe në biseda mes mish. A e keni pyetur ndonjëherë veten nëse ky trup i duhet i bukur edhe në dimër edhe në vjesht? A keni menduar se shëndeti është i rëndësishëm në çdo stinë të vitit? E në fakt, ky presion i spinëve është gjithmonë, po vera vjen e paketuar me fjalë shumë interesante. Keto, fasting, detox. Të gjitha këto e kanë shkatëruar sistemin nervor të një individi, ai sa nuk arrin dot të kuptojë më çfarë dëshiron trupi i tij. Por nëse ndalemi pak dhe mendojmë se a është më mirë që çdo ditë të ndryshojmë diçka nga vetja jon, nga mënyra se si ushqehemi, se si bëjmë stilin e jetesës, a nuk është më mirë ta dëgjojmë pak më shumë trupin tonë për të kuptuar çfarë dëshiron ai, dhe të kuptojmë se pesha dhe ushqimi nuk janë armiqtë tanë. Armiqtë tanë janë ata që thonë dobësohu tani, shpejt, menjëherë se kështu dua unë, dua të kem pak më shumë punë. Miq të dashur, zgjidhni informacionin e duhur dhe dashuroni më shumë trupin tuaj. Nuk kemi lindur për ta luftuar atë, por kemi lindur për të bashkëtuar me organizmin ton dhe për ta përmirësuar nëpërmjet stilit të jetesës. Nëse je lodhur nga këto mesazhe që dëgjon çdo ditë, të lutem shpërndaje këtë video. Unë të dua fort.